Jo, diçka zyrtare nuk ka deri në këto momente. 15 pikëshi është bërë publik nga kryetari i Lidhjes Demokratike e Kosovës, edhe si saktësi e propozimit tonë për qeveri kalimtare, por edhe si domosdoshmëri që të kaluhet nga çështje politik. Mbi të gjitha janë tema të rëndësishme për vetë zhvillimin edhe integrimin e Republikës së Kosovës, pavarësisht të jetë gjatësisë së shkurtër një qeverie, por që duhet përcillen afatgjatë edhe të jenë pika nacionale, ku mendoj që asnjëra nuk duhet të ishte në kundërshtim me asnjë program politik, nëse dikush e ka vullnetin e mirë për me çu Kosovën përpara. Po thonë që zyrtare nuk ka po. Abdigjiku tha se nuk i keni numrat si opozitë e kaluar me bë qeverinë, ndërkohë që Memli Krasniqi, kryetari i PDK-s, tha se nëse janë 19 deputetët e LDK-s që do ta votojnë qeverinë e opozitës, ai do t'i sigurojë votat e pakisave pa listën serbe. Çu e komentoni këto? Janë votat as janë votat ku si opozitë e kaluar me bë qeverinë, nëse dështon partia e parë? Nuk kam ndonjë koment. Ne duhet shohim këtë që po ndodh në Garqin e krijuar nga lëvizja vendose për shkak të konstituimit të kuvendit, dhe tek atëherë kur të hapet mundësia që të kalohet te i dyti që mund të ketë 61 në nënshkrim ose 61 deputet, ajo është temë tjetër. Lidhja demokratike edhe për këtë temë, edhe për këtë çështje është përcaktuar, ndërsa ajo që është pa nuk ka pas ndonjë vullnet ose nuk shihet që dikush tjetër edhe si i dytë mund të ketë një shumicë të konsoliduar e cila do të mundësonte krijimin e kuvendit të qeverisë. Kritizimaj përveç publikimit në konferencën e agjendës 15 pikësha është dorëzuar në mënyrë zyrtare kryetarëve të partive për cilat ju insistoni me pas bashkëpunim, edhe çështja tjetër sot po mblidheni për herën e 31, mirë po keni të angazhuar në mënyrë zyrtare, sepse janë tema publike, ashtu siç janë të shkruara janë edhe të analizuara, besoj kanë qenë edhe pjesë e programit elektoral të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ka edhe elemente tjerë që kanë filluar, për shembull implementimi i lojnave mesdhetare, ku ka mbetë ngërçi politik për shkak të angazhimeve ligjore, edhe po hym në atë fazën kur mund të ketë dështime. Andaj me përgjegjësi të plotë them këto janë tema nacionale, nuk janë tema që i takojnë vetëm një subjekti politik. Edhe kjo është ofertë për të kaluar ngërçin politik, ku shihet që askush me askënd nuk dëshiron që të ecë tutje. Faleminderit shumë. Asistentëve, çka ju ndihmojnë deputetët asistent? Se di vallaj veti deputet. Ministër.